Këtë vendim nuk e kom lexuar direkt, por jam informuar prej portaleve të ndryshme se ka do komente që provat, ato nuk janë prova që mund të mirën parasysh, që unë mendoj se provat janë të gjithë valide, por për këtë rast pajtohem me ata jurist që mendojnë se kjo është një iniciativë, një zonë që vjen te prokurori dhe prokurori në bazë të zërit që i ka ardhur zhvillon hetimet, shkon kështu më thjesht me thënë, shkon në bazë zonit edhe mbledh provat, ndërton shtëpinë e provave, ashtu edhe gjendjen faktike për çdo rast veç e veç. Do me thonë, duke marrë parasysh se kriza politike ndodhi pikrisht për shkak të përgjimeve. A mendoni se me këtë paraprakisht po minohet apo sabotohet puna e prokurorit të posaçëm? Jo. Puna e prokurorit të posaçëm nuk minohet për arsye se njëherë një qëndrim politik është marrë që duhet të zgjidhet një prokuror i posaçëm. Edhe prej asaj në qoftë se nuk dështon ajo marrëveshje, atëherë zhvillohet procedura nga ana e atij edhe ai e zhvillon në bazë të ligjit. Vetëm se emërimi edhe fushveprimi i atij duhet të rregullohet me akt. Mendimi im është se këtu duhet të intervenohet në 2 pika në kushtetut për prokurorin edhe ligjin edhe për gjyqësinë, gjykatësit. Prokurori, për mendimin tim, duhet të ketë special, duhet të jetë i zgjedhur prej kuvendit, a tash sipas normave kushtetuese zgjidhen vetëm prokurorët më poshtë nga këshilli i prokurorëve, ndërsa prokurori si hierarhi zgjidhet nga kuvendi. Prandaj gjithmonë do të jetë, në qoftë se nuk bëhet intervenimi, do të jetë një defekt në normat ligjore. Ashtu mendoj edhe për gjykatën që duhet të rregullohet me kushtetut, të jepet fushveprimi një trupi të veçantë, ku do të vepronte si në gjyqjet ndërkombëtare, 3 gjykatës profesional shkallës parë, e 5 profesional, e theksoj profesional pa porot, të shkallës 2, a për prokurorin duhet të rregullohet e kush përfaqëson, cili prokuror përfaqëson në shkallën e parë edhe në shkallën e 2. Prandaj mendoj se është më mirë të bëhet një intervenim kushtetues që mos lehet kurrfarë defekti në procedurat e matutjeshme. Ashtu është. Zoti Seni, po zhvillohen debate lidhur me prokurorin e ri special. A do të kryhet ambient që ai vërtet të ushtrojë misionin konform të marrëveshjes së arritur? Krejt mendoj se në qoftë se i rregullojmë këto parakushte me akte, nga kushtetuta me ligjet, edhe zgjedhja e atij, në qoftë se zgjedhja është prej juristëve që unë mendoj se Maqedonia ka juristë të aftë që mund të kryejnë këtë punë, edhe prokurori në qoftë se zgjidhet i pavarur, plotësisht i pavarur, jo në hierarhinë prokuroriale tash që është, atëherë do t'i kryejnë detyrat që do t'i hipen me ashtë. Do me thënë, sipas jush, cilit do të duhet të ishin veprimet e tij të parë, do me thënë të prokurorit special? Veprimet e tij të parë, ai duhet njëherë ato, mos i përmendi teknike se duhet të ketë një administrat, duhet të ketë ndihmësa, duhet të ketë zavenca. Ajo është punë teknike që duhet i rregullon, edhe duhet, me thënë thjesht, duhet të shkon mbas zërit që i erdhi. Zëri që i erdhi janë tash të quajtur bomba, ose mund edhe zëra të tjerë të vinë prej mjeteve ose anonim. Ata që mendojnë se këto zëra nuk janë prova, gabojnë se duhet të shkohet në bas. Edhe prokurori do të shkon në bas zërave, do të marrë krejt veprimet që të mbledh faktet edhe të ndërton atë shtëpinë që thash më parë, edhe të vërteton gjendjen faktike edhe të vendos
se në këtë gjendje faktike ka vepër penale ose nuk ka vepër penale. Se mos e marrëm ashtë që çdo zë që vijnë nga mjetet e informimit është vepër penale. Ato duhet të vendosen në bazë të ligjit prokurori, ai që do të jetë prokuror special, nuk do të jetë kur gjë speciale përveç se është për këto raste të heton edhe të qetë para gjyqësisë.